25. Unë 17. Qaja që jena morë vesh që ashtu me mësit. Kena ditë për njonin që di për shkëm për pora kjo janë. Me nusën teme, shumë mirë jena konë. Natë e ditë me ju palu të zytit, o Allah, qitë me që ty të miran këtë shpirë temen që ju më lyot të asë s'kisha ditë. Dy duar të mbajtura fort, si kur koha nuk ishte kaluar kurr. Si të lodhur nga mosha, por plot dritë. Në një cep të qetë të fshatit Bare të Mitrovicës, ku koha nuk lëviz me të njëjtin ritëm si në qytet. E kaluara ende jeton në çdo hap të tokës, në çdo mur të shtëpive të vjetra, e mbi të gjitha në kujtimet e njerëzve. Një dashuri e krijuar qysh para 57 viteve, qëndron e fort mbi historinë e piknisjes së saj. Të martuar me mësit, ku dashuria filloi më vonë, për Mihane dhe Hakif Osmanin, njëri tjetri është bekimi më i madh në jetë. Miqtë e kanapes, mirë se po takohemi sërish me mua Aurorën. Jemi pikërisht në fshatin Bare të komunës së Mitrovicës, e që në rrëfimin vazhdim do të keni kënaqësinë të dëgjoni historinë e 57 viteve martesë të zotrit Hakif dhe zonjës Mihane, e cilët kanë shumë çka për të na treguar, se 57 vite nuk janë hiç pak. Kështu që ju ftoj ta ndeshni materialin në vazhdim. Unë me nusën teme, shumë mirë jena konë. Gjithë keni kalu mirë? Gjithë mirë. Gjithë. Sa vjetë një kojnë kërë një martu? Unë 25. 25? A, një ta më në këtë kojnë? 25 më konë. Unë 17. 17? Po, qashtë. Që një martu me mëset, atë ka qenë ma ndryshe? Po, Allah, po qashtu, po, jenë sikur na që shukona e punë për para qashtu edhe, qaja është po kërësore, qaja që jena morë vesh qashtu me mësit. Njërë zotëve, ta një apet jena kaluet, të na vesh mirë, shumë e kena kaluet. Shumë mirë? Po, Allah. Për juve ka qenë sfida të me kojnë nuse e rinë këtë fshat, ju ka dok tradita ma ndryshe, nga cili vend keni ardhë? Bajgër. Nga Bajgëra, s'ka ka shumë larkë? Nga to këtë krejt, pej Bajgëre. Po, ulla, na jena orda atëherë, nas qysh kanë thonë prend, nas kena ditë me thonë këtyre ndryshe korë. Je monë këtë ven, nuk konë mirë, konë rahat, kom pos vjehrin e mirë. Po vëlloj se kërë prind mitë. E kom pos një konat se vëlloj mëtër. Shumë mirë kena kalu e konati është haler, konata më ka deki. I ka thmin, i ka djelt, i kom ditë që e vlad të mitë. Mo des mija pare më kanë dek, i kom ditë thmin e konatit që të mitë. Ta një foli zëti, apet, ma 7 vjetë martes, djollin e mazë, 3 djelt, 2 qika. Mirë janë, shqyqër zytit të tonë, mirë atëherë këna punu e punë fushë, punë shpije, këna pos gjohë, këna pos të natë mira dejnë, 15 cëpa lepi këna pos. A ka qenë e vështirë për juve, se jeni konë morë shumë të re? Po, ka qenë e vështirë, për nësë këna di që shumë nëryshe. Po? Jena mësusin familje se këto me prend, me punu, me gjallnu, me krejt. A ke pasë edhe bashkëshortin kraj gjithmonë? Po, vëllohi, bashkëshortin një vjehrine, konete, konota gjithë. Jena konë si me konë, vëllohi, zëni në shpije gjithë. Knashësi kena posë, gjithmonë knashësi kena posë. Krejti këm posë, s'pë dina qysh me thonë. Jenë djesin familjen tonë? Po, ko ju, vëllohi, në ryshës di qysh me konë, ma mirë jena konë. Jetën kanë vendosur të kalojnë ende në tradita si dikur. Megjithatë, sot janë edhe gjyshër, e më së miri po e kalojnë me nusën e djalit, që për ta është më shumë se vajza e tyre.
Valloj bre që keme, nuk e di qysh me thonë. Unë qaj kam që të rresin të mirë ka lynë. Burimi u konë këtu. Po. Burimi u konë këtu se janë... Jena mësu gjithë mitë mirë. Si djeltë, si ato grejat, këtë janë adin gjithë janë... Trahat lakot. Edhe familia ju i pas ka qenë kështu shumë e mëqme. Qaja është, Valloj gjithë mirë. Valloj, se kum ditë qysha ma mirë. Vesh me ka qitë zëtë e rejat, të trijat. I kam rinë e modhe më qëtu nër asfalt që shpija e mirë ashtë. Rinë e dytë e kam Zvicër me djolle me 3 fëmijë. E kam rinë e vëgël i ko që i ke djolle, që natë e detë me jo palut zëtit, o Allah, qëtë me që ty të mira në këtë shpirë temen që ju më lyot ashtë, s'kisha ditë. Me gjithë të mirë në jetë, ajo është në fëzijan për njëve. Reja. E reja. Na jena kom pak pa që para 4 vjetë e gjysë me gjithë plak, dëtë në stenë në mjetë s'kena ditë për njonin që di për shkam për pora kjo anë. Për kena posë rinë, djele që i ka s'po flasë, që ata nënë historie kanë lonë atë spital. Veç edhe në shpe kër jena ordë edhe sëd, e asoj dite që këniri jem, halja këkër s'pen me dyrë dvetë pa jadon reja. Ja, shumë në dënë. Ashtë në ndjesi e bukur që i keni reja, si që ka të juja? Sikur qika, ta për po, ma Valloj, nuk e di që shumë ma mirë. Rejat edhe qika qërtu. Edhe qikat, pasha zotë, s'ko sanë, mito zesë, jenë me hongër, me pi, me të natë mire që mi vjenë. Po bolet vëllohet. Ashtë kjo nështë tani lumë të ri që ja u silë dy Vëllohi, po që pasha zëtit sa krejtë smuna që e kena i loqe që na i ka qitë mjeku, që kjo e rije se le për djele për qika që të ona se ata s'kan ka nryshes janë. Po mirë. Të trijat se qëla ma mirë. Po kjo që nën stop me njeve, kjo gjithë në rahatan në knoqë. S'kena obligim shpetën pëse kur mësaferë. Si që tash, si që të. Të nejtë për slizeti. Pasha zëti kur qyhë me buk, me sene, me tesh, me të peglotën, me qati e ndijet, që shama të qesa, më thire që 2 herë, sa do shku që 2 herë më thire pe Shqipënia. Ani pse vitet e pleqëris ka ndikuar në forcën rinore që dikur ata kishin. Kjo nuk ndalon që të dy ende të japin kontributin e tyre në familje. Kujdesi i bletëve e shumë të mbjella në shtëpinë e tyre janë nga duart e qiftit. 8 ora... Ky për në menumë zë në jasme. E qelë lastikun, e kena boshën që ta shtë dalë në qyrum. Këto blet i kom shumë të mira, e kënë posë si vjetë shumë mirë. Gjatë verës, si çdo familje, edhe qifti ka djalin nga mërgimin që e pret me mallë. Kur vinë djali atje, edhe djetir djali këtu, edhe rejat e finfije... 20 radhë. 20 antarë familjes. 20 antarë në rrimi bëdek të erë dhe që shkon për në Zvicër djali. Edhe ko banicën pësh për gjithë kanal të narë. Gjep rrinë këtë. Gjithë. A ju merr malli juve për gjatë vitit për djalin, e që është jashtë, për një për e të mbesat? Po vëlloj se... Po vinë edhe thmi tani thmija, gjithë kur njonin për tjetërën mos rinë. A ju dojnë shumë juve si gjyshe dhe gjyshe? Në tranuhen. Qa ju thojnë kështë? Cilat janë ato mesazhe që i merrin ata? Balo e nonë, ka për qafe, gjithë për qafe, gjithë. Tash edhe ditën, me konë të 3 djallë atje. 10 herë në arshin që tu, për për në ka për qafe, është në pa mundshme. S'ko shumë, po jena konë. I një kojna? Asa mirë. Që që ka lutë që që do gëzitra? Mirë, valloj, mirë, veç më këthy pak ma zërë, se milionat jeshe ranë më këthy për ne. Sa? Se zërë ishë më këthy, më këthy milion fëmin atje. Se ishë në zërë në aeroplan, jem shku se me shku të një vloj jemi. E di kështë në kësyu këtu nga, asë në aeroplan mirë, atje mirë, u dollë djolli në pretke. Mirë, tha Allah më rinon shë 100 orë, tha me pandyë diçka unë s'kisha di qa bëjtë që si një konkord.
Sot, çifti jeton vetëm, por me dashuri të pakusht për njëri tjetrin.